Vllaznia është rikthyer te fitoria në kampionat duke mundur me rezultatin e pastër 2-0 Vorën, golet e Bale me penallti dhe Morata i dhanë 3 pikë të rëndësishme shkodranëve. Pas ndeshjes Stranieri Di Martini e pranoi se kundërshtari e vuri në vështirësi, por rëndësi kishin 3 pikët, por Martini shqetëson egoizmin disa lojtarëve para porte. Na vuni disa vështirësi, i komplementoj për lojën që i bonin, gjithsesi për ne ishin të rëndësishme pikë që i morme. Normalisht ka gjëra mu rregullu sot dush, po fitoria 3 pikë janë ata që vlen. Një ndeshje që unë e pritësha me thonë drejten edhe më të vështirë se sa nolli, isha i qetë gjatë gjithë kohës, shënum golin e parë, shënum dytin, ajo që më shqetëson e theksova pak më përpara është egoizmi që disa lojtarë kanë para portit, nuk pasojnë topin shokun, duhet jena më kavaljerë, duhet mbyllim ndeshjen më shpejt, sepse jo çdo ndeshje të qëllon që të kesh shumë raste dhe të shënosh dhe bërë. Këtë duhet ta rregullojmë patjetër, duhet kuptojmë që jemi për një objektiv dhe golat nuk ka rëndësi kush i shënon një apo tjetër, rëndësi ka fitoria. Pavarësisht se sot u vetkënaqem, por thash, e rëndësishme është fitoria. Ne çdo ndeshje udhëtojmë për të marrë maksimumin ton për fitore, për barazim, nuk duhet të dalim pa gjë. E dinim që vinim në Shkodër me një ekip që kishte performancën më të mirë në fillim të kampionatit, është një nga ekipet pretendente, ka futbollistë të mirë, por në fushën e lojës përveç 20 minuta që bënte diferencën Vllaznia me gabimet tona, pastaj u kulibruam lojën dhe e pam Vllaznin në sy pa prit duke krijuar dhe ne ato rastet tona për shënim. Dhe sigurisht kur bën gabime në futboll i dhuron topin kundërshtarit, gjithmonë kundërshtari të dënon, jo më një si ekipi i Vllaznis që ka pyka të forta dhe ka sulmin më të mirë në këtë moment. Ndërkohë njëri prej autorëve të golave, Morata u shpreh lumtur për golin e shënuar dhe fitoren e kuqibluve. Po, normal, e di edhe vetë që kam pas raste me bo golin. Po erdhi sot edhe jam i lumtur për golin normalisht, po ma shumë i lumtur jam për 3 pikësh, edhe që e kena mojt 0 në Europa. Edhe jam shumë i lumtur për këtë fitore. Kena boj i lojt mirë, kena pas i kundërshtar të fort, po e fitutem edhe e krytëm punën. Shumë mirë, më kanë mirëprit shumë mirë çunat, edhe stafi, edhe jam ambientu shumë shpejt, besoj. Që në fillim jam një super, më duket edhe shef në fush njëna mirë krejt, edhe për momentin shumë i lumtur jam, inshallah vazhdon çashtu. Pas 5 javësh kampionat, Vllaznia mban vendin e dytë me 10 pikë, një më pak se Elbasani kryesues.